shkatfyrje për gjithë njerëzit që votojnë Partinë Demokratike, për një pjesë tyre më të madhe, që kanë qenë persekutuar politik, njerëz që kanë vujt nga regjimi komunist, që ne të përqafojmë këto mendimet palës tjetër. Që ne kemi disa parim. Pra po thua që Partia Demokratike duhet I vendos vijën e kuqe. Po patjetër, unë kam thonë edhe tek Po patjetër, sepse është autogol I tretë që bën. I ftun tek Bashkia e Tiranës, që isha kundër totalisht, I ftun në herë tjetër që ishte një tryez, nuk e mbaj mend, që bën një tryez. Ftesa gjithmonë I kanë thënë që ne kemi ftuar gjitha partitë. Po pra gjitha partitë, tani nëse këtu hapet Partia Naziste, do t'i ftojmë gjitha partitë. Pra unë gjykoj që partitë tilla në botën perëndimore kanë dalë dhe jashtë ligjit. Janë parti terroriste. Ideologjia e tyre, nuk e kam me zotrit fjalë se këta s'kan pas ndonjëherë në pushtet, por ideologjitë e tyre, domethënë lidhja me Fidel Castro, me ku diun tani me këto idetë bolshevike, unë mendoj që janë shumë problematike. Tyre kanë treguar konsistencë. Konsistenca Ka një lloj tipologjie politike. Shiko, nuk e vlerësoj fare konsistencën kur ideologjia e tyre është gjakatare. Domethënë ne kemi të vrarë në Shqipëri që I ka vrarë sistemi komunist. Ne I kemi larë hesapet me ata. Në rast se ne fusim diskursin politik, publik, historitë tilla, domethënë. Nuk ka thënë që kanë frymëzim komunizmin në Shqipëri. Mirë, është çështje tjetër, unë nuk e kam. Unë nuk e kam dhe unë do bëj gjithçka që ata mos të fitojnë, sepse do jetë shumë e rëndë për Shqipërinë. Ne kemi parë çfarë na ka ndodhur 50 vite. Vazhdojmë edhe 50 vite tjera si këto që kemi heq. Prandaj ne duhet të bazohemi tek shtresat që na përfaqësojnë, persekutuarit, pronarët të mëdhenj etj, tek besimi në Zot. Ne besojmë në Zot, ata nuk besojnë në Zot. Po është e vërtetë. Po pse nuk besojnë në Zot? Po nuk e di. Po nuk e kemi Sa herë kam qenë nëpër studio televizive, I kam pyetur besonin në Zot edhe më shmangën. Është fakt. Vjen keq, na fto për ballë dhe t'ja u bëj pyetjen. Sinqerisht, ne besojmë tek prona, ata besojnë tek kooperativat, e kupton? Pra ne besojmë te prona private, te shenjtëria pronës private, ne besojmë në Zot, ne besojmë te familja. Jo, besojmë te besojmë te babi dhe te mami, jo te prindi 1 dhe te prindi 2. Personazhet atyre kanë dalë personazhet vitit nga agenda LGBTQ. Vjen keq. Tani ne jemi te familja tradicionale. Pra këto janë tani, hajde të bashkohemi neve me këta, po jo, si mund të bashkohemi. Aulon, edhe diçka, për sa I përket protestës, se ti protestën e njeh shumë, më mirë se kushdo tjetër. Nuk e di këtë, po. Nga që të kemi parë... Jo, nga protesta, vjedhë protestë dhe shkojnë. Në orën 3 kanë protestë me banorët e Luzit. Po pikërisht, me protestat vogla, në përqytete, në përfshatra, me protestat të mëdha, qytetare, sikur si kemi ndjekur gjatë këtyre viteve. Kështu që, pyetja që kam, bashkohet opozita, rrëzohet regjimi, sikurse artikulohet nga Partia Demokratike, nga opozita, regjimi Edi Ramës? Ka disa të panjohura. Në çfarë force ka, më saktë, dua ta shtroj kështu pyetjen, çfarë force ka protesta këtu në Shqipëri? Deri ku mund të shkojë? Protesta në Shqipëri nuk kam se të bëj unë teori tani, ju e dini më mirë, e keni parë, besoj se edhe ju jeni ndjekëse e vëmendshme, komentuese. Nuk ka nej forcë madhe, të jemi realist. Disa protesta kanë arritur rezultate në Shqipëri, protesta e armëve kimike, e vetmja, edhe ajo e studentëve, edhe protesta tjera të kauzave qytetare, por që nuk kanë nej famë të madhe, kështu nej bujë publike etj, se janë zgjidhur sa hallet në këtë lloj mënyre. Por protestat që organizohen nga partitë sigurisht që kanë një paragjykim, sepse ne kemi parë mënyrën se si kanë ndodhur në Shqipëri, nga të gjitha krahat politike. Nuk duhet të jetë kështu për mendimin tim. Nuk duhet të jetë kështu. Minimalisht qeveria duhet të reflektojë nga një protestë, se ti mund të organizosh protestë për uljen e një takse. Presioni qytetar aty, ti je kryeministër apo kryetar bashkie, nuk ka rëndësi, dhe reflekton dhe dëgjon qytetarët dhe ul taksën. As kjo nuk ka ndodhur në Shqipëri, për fat keq. Por kjo do të thotë që ne mos provojmë dhe të vazhdojmë të protestojmë. Ai bëhet presion I fortë derisa kjo do varet nga numrat, Bruna, dhe ne duhet jemi të pamëshirshëm te numrat. Në rast se ne duam të jemi të vërtetë me veten, duhet të bëjmë dhe një analizë të numrave. A kemi një protestë madhe? A kemi një imazh thjesht kameras që e tregon protestën e madhe? Kjo është një analizë që duhet ta bëj opozita në këtë rast. Përse I përket forcës dhe pushtet, a mund vinë pushtet? Ka disa të panjohura sepse kjo do varet nga ajo që diskutuam fillim të emisionit, nga kodi zgjedhor, nga reforma elektorale, dhe sigurisht që kjo çështje do zgjidhet me votë, sepse nuk zgjidhet ndryshe, nuk do zgjidhet ndryshe. Ose me proces penal pastaj, patjetër. Se kemi edhe këtë, po unë nuk kam informacion aq detajuar që procesi penal do të arrestoj kryeministrin.
nuk e kam. Tani, edhe diçka, po ai sa një protestat, tempin e tyre, një edhe qytetari, një edhe shqiptarin përderisa çdo ditë me ta. Tani, janë të gatshëm shqiptarët sot të majtë, të djathtë, të mllëfosur, të revoltuar, me probleme, me hallet, që të qëndrojnë përpara kryeministrisë. Janë të lodhur, ke drejt, domethënë, është pyetje shumë e drejtë, janë të lodhur, njerëzit janë të lodhur, por unë besoj që kjo do varet shumë nga narrativa që duhet të ketë opozita, narrativa Partisë Demokratike. Duhet ndryshojmë marsh në narrativë dhe duhet të ketë komplet target tjetër. Pra, unë mendoj që në herë ata merren me çështje totalisht parëndësishme dhe në rast se ne flasim vetëm për hallet e qytetarëve, atëherë njerëzit do të na përgjigjnë. Njerëzit nuk kanë budallë.